Unë atë natë në pjesën e performancës së Alisit nuk isha aty, domethënë nuk isha në pjesën e medias, ishte kolegu im Albert Limani që përfaqëson grupin Eurovision Kosova, së bashku me gazetarë të televizionit të Kosovës, nëse nuk gaboj, ishin duke ndjek këngën e Alisit, si çdo media e shtetit tjetër që bën, janë ngrit në këmbë me flamurin e tyre, duke e pa performancën dhe duke pas atë mbështetjen emocionale për Alisin. Dhe në atë moment vjen një gazetare, në fakt ajo nuk është pjesë të delegacionit të Serbisë, duhet se edhe këto, ajo është një gazetare nga Serbia, që ju është afruar Albertit në këtë klasë për t'ja marrë flamurin e Kosovës dhe ai nuk e lejoi. Unë këtë e kuptova disa minuta më pas kur u ktheva në arenën pres, sepse kjo zonja në fjalë ishte dikush që unë e njihja le të themi si fytyrë që e shija shumë vërdall shtetit të delegacionit Serbisë, të Kroacisë, të Bullgarisë, të ishte vërdall. Dhe e prita në fakt momentin e duhur edhe unë për të marrë një aksion lidhur me këtë çast. Në momentin që u shpall fitoria e Bullgarisë, e pas që ajo po afrohej në pjesën e medias të gazetarëve dhe ju afrova dhe i thash të lutem herës tjetër tregoj respekt të gjitha shteteve dhe të gjithë flamurëve. Dhe u largova në atë çast nga ajo, edhe pse ajo mundua të më kundërpërgjigjej me një tonalitet të lartë, se nuk e kam dëgjuar fare domethënë çka ka thënë, po unë thjesht desha që mos t'ja lë atë që mund të bëj një gjë të tillë aq të lehtë,